Gjeta fakultetin që ishte më afër shtëpisë dhe ishte juridiku. Një zotëri kosovar që ishte dënuar me 15 vite burgim në mungesë e shpalli pafajësinë e plotë të zotërisë. Unë kam ardhur në Itali në 3 shtator të vitit 2001. Mbasi mbarova studimet e mesme në Shqipëri për gjuhë të huaja në Elbasan, ku jetoja, vendosa të transferohesha në Itali për të ndjekur studimet e larta. Vendosa Italinë faktikisht jo për arsye studimi vetëm, po për arsye zemre, sepse bashkëshorti im, që atëherë ishte i fejuar im, punonte në Itali. Zgjodha juridikun po aq rastësisht, për arsye se ishte i vetmi fakultet që gjendej pranë banesës. Sot e kësaj dite në Itali mund të lëvizësh nga veriu ekstrem në jugun ekstrem të Italisë brenda gjysmëdite, po në 2001 transportet nuk ishin në këtë nivel që janë sot. Unë jam Elierta Myftari, avokate në Milano.